raportet e planuara nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve në Mitrovicën e Jugut dhe Gjakov, në të cilët është evidentuar problematika e kodeve të vendvotimeve në fletvotime, dhe pas dërgimit të tyre tek kompania për shtypjen e fletvotimeve, njëjta ka konstatuar se ka pasur gabime në shtypjen e kodit të vendvotimit për disa vendvotime. Si dhe duke mbështetur në kërkesën e planuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për dhënien e përgjigjes lidhur me ankesën e regjistruar me numër 439/2, rekomandoj formimin e komisionit i cili do të bëjë vlerësimin e fletvotimeve dhe përputjes së numrit të tyre në qendrën e numërimit të rezultateve, pas pranimit të materialeve zgjedhore nga KKZ. Me qëllim që të realizohet një vlerësim i detajuar lidhur me fletvotimet e përdorura, fletvotimet e papërdorura dhe numrin e përgjithshëm të fletvotimeve në komunat Mitrovica e Jugut dhe Gjakov, si dhe në komunat tjera sipas mostrimit të bazuar në metodologjinë e përcaktuar nga komisioni, është e nevojshme vendimarrja për formimin e komisionit, i cili do të bën hapjen e kutiveve dhe verifikimin e fletvotimeve. Komisioni duhet të evidentojë hapjen e secilës kuti të votimit në libra të votimit, duke përfshirë numrin e shëritave mbyllës nga QKN si dhe numrin e shëritave mbyllës pas punës së komisionit. Në funksion të përgjigjes për ankesën e PZAP-s, në PZAP, komisioni përgatit raportin e detajuar dhe dorëzon jo më vonë se me datë 14 nëntor 2025 në orën 12, ndërsa për pjesën e tjetër të komunave, komisioni duhet ta finalizojë raportin deri në fund të kësaj jave. Andaj lidhur me këtë, sekretariati KQZ-s ju rekomandon përbërjen e komisionit nga zyrtarët të sekretariatit si në vije. Kreshnik Spahiu, kryesuesi i komisionit, Haki Krasniqi antar, Visar Kastrati antar, Emira Alushi antar i komisionit, Leri Krasniqi antar i komisionit, Remtim Rustemi antar i komisionit, Shkëlqim Regja antar i komisionit dhe Ridin Kryezia antar i komisionit. Do të thotë rekomandojmë që ky komision në përbërje për të zyrtarëve të SKQZ-s të miratohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lidhur me rekomandimet që sapo e prezantova. Lidhur me raportin nuk kemi pranuar asnjë raport. Spaku si antar i KQZ-s nuk kanë pranuar asnjë raport zyrtar nga kompania në fjalë. Pra, çka kemi pranuar është një komunikat, të cilin ne kemi pa komunikat që është dhënë edhe publikut, si njoftim edhe përmes KQZ-s, për të cilën nuk shprehen detajisht gjitha gabimet, lëshimet që kanë mund të bëhen nga kompania e para. Prandaj konsideroj që në raport dhe me përgjigjen në PZAP, por edhe në raport me KQZ-n, mendoj që kemi nevojë për raporte voluminoze dhe raporte të detajuara lidhur me çdo proces që ka mujt me ndodhë në pjesën e kompanisë. Për të cilën unë konsideroj që ajo komunikat nuk është mjaftueshëm bindse në kuptimin e argumentimit të gjitha dilemave dhe diskutimeve që po zhvillohen në opinionin publik. Unë si përfaqësues i BDK-s në tash po lidhem me rekomandimin që e dha sekretariati, si përfaqësues i Partisë Demokratike të Kosovës në KQZ, duke marrë në konsiderat disa palë zgjedhje të organizuara tashmë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve prej se jam antar i KQZ-s, e di se në asnjë rast kurdo që kemi pasur ankesë në PZAP, nuk janë iniciuar krijimet e komisioneve të analizave apo hetimore përgatitëse prej KQZ-s pa një kërkesë nga PZAP-ja lidhur me një gjatë të tillë. Prandaj këto analiza dhe raporte të cilat e përfshin në një formë apo tjetër dhe e bëjnë palë KQZ-n në raport me vendimarrjen e PZAP-s dhe gjykatës supreme në rastin tjetër, konsideroj që janë një hap për te kompetenca dhe përgjegjësive që i ka KQZ-ja. Unë kam parë po ashtu nga afër në qendrën komunale të numërimit, gjitha ato fletvotime, gjitha ato, siç po quheni ju, gabime teknike që kanë ndodhur dhe që realisht po kanë një konsekuencë politike. Ato fletvotime vrehen pra prej një vendvotimi në vendvotimin tjetër, e po ashtu prej një shkolle në shkollën tjetër. Dhe lidhur edhe me komunikatën që është dhënë për çështjen e plasimit prej një qendre në qendrën vijuese, pra nëse jemi duke folë për kodin 1101 e pastaj kalimin e saj në kodin 1129, pra në një qytet, në një fshat tjetër, apo një shkollë që është 18 qendra larg apo 8 qendra larg me kode identifikuese të KQZ-s, konsideroj që duhet të shikohen mirë dhe të trajtohen mirë, sepse aludimet, sigurisht edhe opinioni publik,
por edhe qytetarët në komunën e Mitrovicës konsiderojnë që ky proces tashmë është cënu integriteti zgjedhor, edhe për cilën konsideroj që me qenë se kërkesa është për i votim, unë do presja sot edhe nga ona e sekretariatit që të kemi një kërkesë për rivotim në këtë komunë. Dhe unë atë do të votoja një kërkesë të tillë. Por komisionit të tilla, të cilat konsideroj që e bëjmë palë KQZ në raport me BZAP-ën dhe Gjykatën Supreme, nuk konsideroj që duhet të miratohem këtu në KQZ. Faleminderit shumë. Nga ju tha dhe është mirë që kjo të shndrohet në një komunikim publik me publikun dhe mediat, që kemi pra flet votime që janë shtypur me gabime njëjtë, si në rastin edhe Gjakovës dhe Mitrovicës, edhe në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës, ku ka pasur balotazh. Dhe kjo është mirë që të bëhet sa më parë publike dhe ta denë edhe publiku edhe institucione tjera. Mirë po ne jemi në një situatë, jemi në një gjendje të një ankese që është bërë, dhe duhet dinë edhe institucione tjera që kjo situatë, pra këto gabime teknike që kemi thënë në gjithë edhe kolegët dinë që në gabime teknike të shtypjes dhe asgjë më shumë, të dihet të jetë transparent ai proces, që të mos ketë asnjë keqkuptim, sepse nuk ka asgjë më shumë dhe asgjë më tepër se sa këto që janë thënë edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjes dhe edhe nga kompania. E para, ju referut prokurorisë është mirë me tregu nëse keni kërkesë nga prokuroria për me bën hetim tillë, ose nëse PZAP-ja ka kërku në bazë të ankesave me bën hetim tillë. Ne parimisht nuk jem kundër çdo verifikimi, thjesht verifikimet zakonisht janë bërë pas procesit zgjedhor dhe natyrshëm që ne i bëjmë për çështjet tona të brendshme, për nevojat tona të brendshme, por jo edhe për të kriju argumente ose alibi që i shërbejnë vendimeve të cilat të duhet të hetoheshin nga vetë prokuroria apo edhe ndonjë komision i bërë nga vetë BZAP-i. Këtë çështje mendoj që janë këto dy organe që do duaj me kriju komisionin për me hetu, sepse është shumë e ndjeshme. Unë nuk po du më ndalë nga ona pjesa tjetër në aspektin penal të çështjes, sepse natyrshëm që kjo i takon organeve të drejtësisë, sepse ato e përcaktojnë këtë çështje. Është më rëndësi për publikun edhe me sqaru atë që kanë rregulloret të cilat ne punojmë me to. Rregulloret tona përcaktojnë qartë kriteret e fletvotimit që duhet mi përmbajtë. Edhe arsyeën sepse KQZ-ja i ka parapar në rregullore në fletvotim vendvotimet që shtypen me kodin e vendvotimit përkatës. Ne e kemi parapar se në çdo vendvotim do të përshtatet fletvotimi me numrin serik me kodin e atij vendvotimit dhe një nga arsyet kryesore se pse është vendos që secili vendvotim me pas fletvotimin përkatës me numër serik, atëherë është për shkak me ndalë të ashtu quajtur në treni bullgar i cili po funksionon fatkeqësisht në Kosovë. Ta përfundoj. Ta përfundoj. Ta përfundoj. Moja hallin e gazit para botës, ta përfundoj. Po s'u ndalë ti mu që shë drejtoj unë e fjalimit. Po është problemi jyti që shë trajton gjuhën ti. Problemi është që ne kemi një problem të theksuar, se është pak më rëndësi se çka menojmë na sot këtu, e çka themi. Pak më rëndësi çfarë komisione ndërtojmë, që është më rëndësi krijimi i opinionit publik ka shi integritetit e zgjedhjeve. Për fatin tonë të keq, ky integritet në sy të opinionit publik është i rrënuar në qytetin e Mitrovicës. Për atë çfarë kemi parë, kanë parë mediat, ka parë publiku.
Shikoni ju rekomandimin. Prandaj nuk është mirë me është vetëm për PZAP-n, po është Për edhe për ne. PZAP-n, në rekomandimin, çekeni në tavolinë thot për PZAP-n, në mënyrë decisive. Po nuk kemi mundësi me PZAP-n, përgjigje ndryshe, po u hap kutit. Ato janë hap më rekutit, ka mujt me qenë kush do atje. Jo. Keni mujt me qenë Kur atje se cili vin anëtar i QNR, sekretariatit dhe kanë kur qenë vin anëtar QNR, të ato do Kolege, të... kupton që në krejt komunat ka ardha raporti që ka ndodhur njëjta. S'ka nevojë me vërtit, Nuk ka ardha raporti, të vjen. Ty të ka ardha raporti edhe atë ditë, edhe e konë shumë i qartë, koleg. Informacion në raport. Atëherë dhe raporti nga kompania. Po, koleg, do të kontribuojmë gjithë në ru integritetin e procesit. Por krizat e juja të brendshme politike, luftën e brendshme, mos na abartni këtu. Mos na abartni këtu, lene atje. Vesh PDK-ja fol për PDK. Jo, s'po flet. Uno, mirë, Alban, mirë. Uno, vizini për tesh. Konfliktin ju i lene atje. Shika më si bani, Integritetin e procesit. Faleminderit. Edhe keni mos shumë shpejt. Faleminderit zoti kryesues. A ka dikush në KQZ apo në publik kundër raporteve të detajuara për krejt çka kanë gjohë? Kundër transparencë, a ka dikush diçka? S'ka kërkush, s'peshot në i dorë të kësë. Po habitem që të kërkohet jo raporti ma vonë, jo ma herët. Nuk është i lënduar procesin Mitrovic. Një grup njerëzish i organizuar, i orkestruar, shumë mirë, që dihet edhe nga burime, ka dalë dhe ka kundërshtu. A dini cili është kundërshtimi? Është krijuar një standard i pashkruar në Kosovë. Ka që një 15 vjeta, 20, partitë politike i pranojnë rezultatet pas zgjedhjeve. Tash po del që si pranojnë bashkë ashtu. Pjesa ati standardi është edhe PDK-ja. Mendoj që ndër subjekte që kanë kriju këtë standard, si partit ma tjetra, duhet më kono PDK-ja. Tash nuk po vlena i standard. Cila është arsye? A ka dikush kundër transparencës plot një raport i detajuar me gjitha qëto elemente duhet me u përgatit për KQZ-n, për përmirësime, për PZAP-n, po për publikun është puna e parë. Ne kemi 2-3 ditë, do më thonë që përhapën lajme të forma vëndshme. Unë pajtohem që të krijohet komision që në mënyrë profesionale e bën hetimin e të gjitha kutive. Ku ka rastet të tilla? Ne po themi që tash po e vën në pikë pyetje edhe këto komunikatat, deklaratat e firmës që e ka bërë shtypjen. Me sa di une, nga KQZ-ja, sepse KQZ-ja e monitoron procesin e shtypjes së fletvotimeve. Këtë herë, që në dorën prej anëtarëve të KQZ-s, kush ka qenë për raundin e dytë në monitorim? Ju lutem, kush ka qenë? Unë e hedhë në fatim rekomandimin, kush është për negatimin e rekomandimit, për themelimin e komisionit, kundër apo abstenim? Kundër. Marëm abstenim. Okej, atëherë 9 vota për, 1 abstenim dhe 2 kundër, miratohet rekomandimi. Ka dikush diçka në pika? A kem 9 sa? Jo, na jemi 11, këta 2 kenë kundër dhe 1 abstenim, 8. Falje, 8 për, 2 kundër, 1 abstenim. Nëse s'ka dikush diçka në pikën e të ndryshme, me ka që përmbyllim takimin. Faleminderit.
personat që janë të qëndruar, veç pak kështu, veç pak kështu, veç